Përcillet se Ibn Omeri, Allahu qofti i kënaqur me të, e kishte parë një djalë që i kishte hipur nënën e vet mbi shpinë dhe po e bënte tavafin rreth Ka'bes. Ky djalosh më vonë pyeti Ibn Omerin se me atë vepër të cilën e veproi, a e ka larë borxhin që e ka ndaj saj? Ibn Omeri u përgjigj: me këtë vepër nuk ke mundur ta lash asnjë dhembje prej dhembjeve që i ka përjetuar gjatë shtatzanisë. Mirë po ke vepruar shumë mirë, për shkak se Allahu edhe për veprat e vogla shpërblen shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot: 3 lutje janë të pranuara dhe në të nuk ka as pak dyshim. Lutja e të dëmtuarit, lutja e udhëtarit dhe lutja e prindërve. Ky hadith është nxitës për prindrit që t'i luten Allahut për fëmijët e tyre që Allahu t'i udhëzoj dhe t'i drejtoj dhe t'u ashtoj atyre respektimin e prindërve. Dhe po ashtu, është hadith paralajmërues për ta që mos të i mallkoj fëmijët siç është traditë tek ne, kur fëmia nuk e respekton prindin, ai nguron që ta mallkoj fëmijën e vet dhe harron se lutja e tij pranohet dhe se ajo mund të jetë shkak që fëmia asnjëherë mos të drejtohet në rrugë të drejtë. Sot në shoqëritë tona vërejmë shumë dukuri negative të mos respektimit të prindërve, dukuri të cilat nuk kanë qenë prezent më herët. Mirëpo mjetet e informimit, devijimet në moral, besimi i dopt, largimi prej fesë së Allahut e të tjera kanë ndikuar që ato të shtohen.